të dashur vëllezër dhe motra, shtektarë nga të cilët do vend që kemi ardhur, të dashur dhe gjuhës të Radio Marisë, të dashur ju që në përcjellni nëpërmjet rrjeteve sociale, të dashur bashkë advetarë të veçantë që vini këtë kohë me kalu pushimin me të dashur të juj, mirë se kemi anë kështëllore, mirë se nga përcjellni nëpërmjet varreve dhe rrjeteve sociale, sepse në këtë mënyrë ne bëhet e mundshëm bashkimi ynë me Krishtin dhe pajtori ynë shekti shtanue, ka marrë parasysh se ku jemi, ka me dëgju lutjen tonë, ka me kërkuar këtë madhe të Zot për ato njete që keni ardhur të dënë me drejtuar apo i drejtoni nëpërmjet kudo që jeni, dhe në këtë mënyrë bashkohemi sa më tepërsisht me Krishtin Zot. Vëllezër dhe motra, nuk do të zgjasë tepër sepse është varë e zhek, por falenderoj Zotin në këtë vend, e ndi afërsinë e Shenjtë shtanuar, e ndi ndërgjegjësinë e këtij pëndrimi historikisht i pashlyeshëm në zemrat tona, e ndi mrekullitë që i ka bërë Shenjtë shtanuar të kërku për të madhe të Zot, prandaj edhe kemi guxim çdo herë me kërkuar, me lyp, sepse vetë Krishti Zot ka urdhëruar, lypi e do të hipet, trokiti e do të hapet. Sot vëllezër dhe motra të përcjell leximet të shkrimit të shenjtë, në leximin e parë të Besëdisë së Vjetër, hasim një dhujtari. Njerëz të cilët e lënë Zotin mastore për pushtimorët të veta e Zotit nëpërmjet profetit i qërton të ju. Kanë me korë, por s'kanë me bokë. Fryma kam ja u bajt, idhujt e ty nuk i pëlqejnë, sepse me harrun mua. Mjerisht vëllezër dhe motra, edhe pse shumë besojnë në këtë vend me në këtë shenjtë, ka shumë fallëqorë, ka shumë njerëz që janë shtypë pe i fallëqorëve të lloj-llojshëm, se edhe pse vinë këtë vend të shenjtë shtanuar, mundohen në përvene të ndryshme dhe dëshira e mi bën jetët e veta, se mendojnë në atë mënyrë kanë me arrit qëllimin. Por vëllezër dhe motra, mos ta kërkojmë Zotin aty ku nuk është, por ta kërkojmë mas pari në zemrën dhe në shpirtin tonë, sepse ai na ka kriju dhe jemi fotografia origjinale e tij. Kryqet, vujtjet, gëzimet e gjërat që i përjetojmë jetën tonë të përditshme janë shenjë e pranisë së Zotit në mesin tonë. Kur prej Zotit i pranojmë të mira, pse atëherë të mos i pranojmë kryqet e të ligat, të cilat vijnë si sprovë në jetën tonë të përditshme. Nëse ne dimë me u kthy nga Zoti, e me zbulu Zotin në zemrën dhe në shpirtin tonë, e me adhon lartin dhe nderin e duhur, si që kërkon ai, atëherë kemi të bindur se prej këtij vendi kemi me dalë, me jetë dhe dëshira të plotësuara, e Shenjti shtanuar ka me kërku për të madhe të Zot, thirrë dhe kemi forcë që na kthehemi në shtëpia tona me jetë dhe dëshira të plotësuara. Leximi i Ungjillit të sotshëm, Jezu Krishti gjitet me 12 apostujt e vet, të cilëve ju dha pushtet të dëgojnë shpirtët e mbyllur dhe të mund të shërojnë çdo smundje dhe mendat. Pushtetin Krishti ju ka dhënë apostujve, apostujt pasardhësve të tij
e deri ditën e sotit, e deri në të sosët të shekëve, deri a ditë për Krishti përsëri ka marrë këto, a i ka me vazhdu pushtetin e vetë në përmjet atyre që vetë i ka thirë, vetë i ka shëgëruar dhe vetë i ka dërguar. Por vëllezër dhe motra, miq dhe dashamirë të Jezu Krishti, farizejtë janë ata të cilët ty pa ato vepra që i ka bërë Krishti, ja kanë zili dhe i thonë, ai i nxjerr djalin me fuqi e kryetarit të djalit. Dhe në këtë mënyrë dhe për shumë prapa dhe për sinagogat e tyre të Krishtit për dikon të mbretëri, e dëshirojnë të çdo smundje e çdo lëndë. E din çka është smundja e trupit. Por vëllezër dhe motra, është edhe një smundje e shpirtit. Është mëkati dhe e keqja që na humbin hirin shenjus dhe me shiktojnë me Zotin. Por prapë, Jezu Krishti ka dhe në shmërim, edhe pëse farizejtë e shikojnë, e nuk ju pengojnë dhe që i ka po Krishti, a i nuk dalet, por ju thotë në zonësave të vetë, ju të një zëtërinjë të kurave, të dërgoj punëtorët e kurët e veta. Të kurët e të dha e punëtori e në pa. Për diktatarët e falëgjorë, vëllezër dhe motra të rreshtë, në botën e Zotit ka shumë, por për diktatarët Krishti, për të cilët Krishti u ka dhënë pushtetin, ka pak, edhe historikisht në pak, sepse ai dënë që në përmjet tyre të mbjellet fara e ti në tokë, të vertikohet lajmi i gëzueshëm i Ungjillit, njerëzit të kthehen dhe ta gjejnë rrugën e vërtetë, ti me anë fallëgjore e besnikit të vëllëjshme, e të kthehen ka Zoti i vërtetë. Zotëria e të kurrave vëllezër dhe motra është Krishti. Ai e ka ndjell farën e vetën e neve. Ai neve na ka dhënë pushtetin që na të vazhdojmë misionin e tij të tokë. E kur djekoha me kalu për i kësaj bote, dhash të Zotit. Driq dhe bari, me u gjetje kry bariu i Jezu Krishti e me ukzume të përshëtëtur. Vetëm dy fjallë se është dhe përkujtimi i shek pastit, dursit, shek martir i shekullit të parë, nuk ju ka nënshkru urdhave të mbretit, e ka shpall dëshmi Krishtit, Zot e njerit të vërtet, e ka ndenue, e ka lidh, e ka lidh e mjon, e të hangër grejzat dhe blet, e ai të e shpall dhe të i dëshmu se Krishti është Zot e vërtet e njerit të vërtet. Edhe shtatë të tjerë të të e pa fenetina, e pësur njëjtë i materializimit. Edhe ishtë në dërse dhe një vetë se shënjë asë në liturësit, aty thëtë i qëtë edhe dhe eshët të të në shpatë tjerve, dhe në këtë njërë është një shënjë për hapën shumë, në kishën katolike dhe në kishën ortodokse, edhe është Zotit, që ndërmjetësia ti, dëshmia ti e pale kërëshme, me ndërmjetësu para Krishtit për ne, që dhe njëtë bëhe me dëshmitar të Krishtit, e të jetojnë për dëshmu Krishtit këtë dhe njëtën e pasosën. Amen.